unë vlerësoj edhe një herë që është qëndrim i papërgjegjshëm, pra politikisht veprimet e opozitës janë veprimet e papërgjegjshme, juridikisht janë shkelje të Kushtetutës Republikës Kosovës dhe shkelje e gjykimit të gjykatës kushtetuese për cilën ju e dini që kemi folur tash e sa kohë. Unë uroj që opozita të reflektoj, sepse është jashtëzakonisht e rëndësishme që ata të marrin pjesë në votim. Edhe një herë po e përsëris që nuk themi që ata duhet votojnë domosdo po. Ne po themi që është e rëndësishme që opozita të marrë pjesë në votim, e ka obligim kushtetues bazuar edhe në gjykimin e gjykatës kushtetuese, pra ata duhet votojnë për, kundër ose të abstenojnë. Gjithçka zgjidhet në qoftë se opozita vendos të kryejë detyrat që i ka. Ne do të ishim bllokues në qoftë se pas vitimit deputetëve nuk do të bënin propozimin për kandidatin për kryetar kuvendit, siç ka ndodhur në të kaluarën për 2 muaj radhazi PDK-ja se kishte propozuar emrin e kandidatit për kryetar kuvendit. Por ne se kemi bërë këtë, e kemi adresuar përgjegjësinë që kemi, prandaj kemi thënë që është e rëndësishme që të jemi bashkë, që të jemi të unifikuar, pra që të ketë unitet në raport me konstituimin e kuvendit, pastaj kur vije puna te qeveria, përgjegjësia i mbetet lëvizjes, vetëvendosje dhe